Qeveria greke po ndërmerr një hap të fortë për të kufizuar përdorimin e rrjeteve sociale nga të miturit. Qeveria ka propozuar ndalimin e aksesit për fëmijët e lindur nga 1 janari i vitit 2012 e në vijim. Nisma u bë publike nga kryeministri Kyriakos Mitsotakis përmes një komunikimi të drejtpërdrejtë në rrjetet sociale, ku ai zgjodhi të ketë një qasje më të afërt dhe më të kuptueshme për të rinjt. Në mesazhin e tij, ai pranoi se masa mund të mos pritet mirë nga vetë fëmijët, por deklaroi se përgjegjësia e institucioneve është të marrin vendime në interesin afatgjat të tyre. Sipas tij, kjo është një çështje që meriton reflektim dhe diskutim edhe vetë mes të rinjve. Ministri i Qeverisjes Digjitale bëri të ditur se Greqia nuk do të ndjek modelin e vendeve që ja delegojnë përgjegjësinë platformave, por synon të përdorë mekanizma evropian për verifikimin e moshës. Një nga instrumentet kryesore pritet të jetë Kids Wallet, i cili konsiderohet të jetë një zgjidhje besueshme dhe potencialisht e detyrueshme në të ardhmen. Edhe Ministria e Shëndetësisë e mbështet këtë qasje, duke konsideruar përdorimin e pakontrolluar të rrjeteve sociale si një problem në rritje. Sipas autoriteteve shëndetësore, nuk bëhet fjalë për kufizim të lirisë së shprehjes, por për adresimin e një forme varësie, e cila po prek gjithnjë më shumë të rinjt. Pasojat përfshin probleme fizike, si mungesa e aktivitetit dhe lodhja vizuale, dhe gjithashtu edhe ndikime serioze në shëndetin mendor, si ankthi, izolimi social dhe rreziku i sjelljeve ekstreme. Të dhënat tregojnë se një pjesë e konsiderueshme e adoleshentëve përballen me shqetësime për privatësinë, ngacmime online dhe varësi nga pajisjet digjitale. Fenomene si cyberbullying, komunikimi me të panjohur dhe ekspozimi ndaj përmbajtjeve të papërshtatshme po bëjnë gjithnjë më të përhapura. Nisma e qeverisë greke dhe vendeve të tjera po shihet si një përpjekje për të vendosur kufi më të qartë në përdorimin e teknologjisë nga të miturit, me synimin e mbrojtjes së tyre në një mjedis digjital gjithnjë më sfidues.